Një qytetar kurioz patjetër për të përfituar sa më shumë pyet, cila për mua mund të ketë më shumë përfitime monetare në këtë rast, cila mënyrë e vlerësimit të pasurisë? Gjithkohës unë do sugjeroja që të marrësh një vlerësues pasuri paluajtshme dhe ta çosh pronën në vlerën reale të tregut. Pse? Sepse vetë tregu ka pasur rritje. Çmimet e referencave ne akoma i kemi përveç qytetit Tiranës janë të gushtit 2023-shit, për gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë janë të 2016-s dhe në të njëjtën kohë një vlerësues i pasurisë paluajtshme në moment që të harton një raport merr në vlerësim skenar të ndryshëm të pronës dhe mund të t'i japi edhe indicie se sa mund të vlejë kjo pronë pas 6 muajit, pas një viti. Kështu që gjithë kohës unë do të sugjeroja me një vlerësues jepi vlerën maksimale të tregut dhe paguaj sot këtë tarifë, e cila është 5%, ndërkohë që ta paguash nesër që mund të jetë 15%. Me shishim tek rivlerësuesi, tek eksperti, në informacionet e dhëna edhe ditën e djeshme thuaj që procesi mund të realizohet në i Albania, dhe në këtë rast shumë qytetarë ngatruan që nuk kam nevojë për një rivlerësues pasurie, mund ta bëj vetë talisht. Si qëndron e vërteta dhe sa e vështirë është për të arritur tek ky proces? E vërteta është që mund të aplikosh nëpërmjet i Albanias, por sot ke dy rrugë, ose do të vlerësosh pronën në atë nivel që shteti të tregon se sa vlen prona, ose do të vlerësosh pronën në nivelin që eksperti tregon se sa vlen prona. Në të dy rastet shkon në Albania, në rastin me vlerësues, përveç të dhëna pronës, do duhet të ngarkosh në sistem edhe raportin e rivlerësimit, raportin që e vlerën e pronës, në rastin e parë me drejt për drejt MASHK pa ndihmën e vlerësuesit, por duke pranuar vlerën që shteti tregon se sa vlen prona jote, atëherë nuk ke nevojë të ngarkosh asnjë lloj dokumenti tjetër sepse ato tashmë janë në regjistrin e ASHK-s. Por thash, në një ekonomi normale, unë do preferoja ta vendosja vetë vlerën e pronës dhe mos të pranoja çmimet minimale fiskale. Pse? Sepse tashmë ato janë shumë larg nga realiteti. Pra mund të ketë diferenca shumë të mëdha nëse dikur zgjedh që shteti ta zgjedh vlerën e pronës tënde. Po patjetër se janë të nëntorit të 2016-s për gjithë pjesën kryesore të Shqipërisë, vetëm për Tiranën janë të gushtit 2023-shit, por duhet kemi parasysh nga gushti 2023 deri ditën e sotme patjetër që ka mësuar ndryshime. Ndërkohë keni edhe një letër në dorë ku shpjegohet praktikisht për të gjithë qytetarët që ta kenë mundësi, dhe doja që të ndalesim konkretisht nëse mund ta kthenim edhe pak letrën nga kamera dhe ta shpjegonim më qartë. Pra, në rastin kemi marrë një rast hipotetik që një pronë është blerë në 2005-ën, pra është 20 vite e vjetër, është blerë në vlerën 60.000 euro. Në 2026-ën do duhet ta rivlerësojmë. Në momentin që do të marrim një vlerësues pasuri paluajtshme, kemi supozuar që kjo pronë vlerën e tregut e ka 120.000 euro. Ndërkohë që çmimet fiskale, vlera minimale fiskale është 100.000 euro. Në përgjithësi çmimet fiskale në Tiranë shkon 23% poshtë tregut. Ndërkohë që për shkak se është 20 vite e vjetër, në një moment që do të bëhet procesi i rivlerësimit, në ASHK do të shkonte me vlerën 80.000 euro. Pse? Sepse zbritet 1% për çdo vit vjetërsi. Pra nëse certifikata është e 2005-s, 20 vite vjetërsi nga çmimi minimal fiskal do të zbritet 20.000 euro. Nga 100.000 euro do të shkojë 80.000 euro vlera minimale fiskale. Dhe në këtë moment diferenca që do të paguaj nëse do të shkojë drejt për drejt me ASHK-n, pra nëse do të pranoje vlerën që shteti i jep pronës sënde, do të ishte 60 minus 80.000 euro është 20.000 euro, do të paguaj 1.000 euro rivlerësim, ndërkohë që në kartel do të ngele vlera 80.000 euro. Në momentin që ti shkon me vlerësues pasuri paluajtshme, do duhet të japësh një vlerë tregu, pra vendos japë vlerën e tregut që është 120.000 euro. Në këtë rast diferenca është 60.000 euro, që për 5% që është tatimi në këtë rast i rivlerësimit do të paguash 3.000 euro. Por duhet kemi parasysh në një moment që këtë pronë ti e shet pas 1, 2, 3 vitesh, në momentin që ke vlerën 80.000 euro, diferenca me çmimin që ti do e shesës do të jetë diferenca me çmimin të shitjes dhe 80.000 euroshit. Dhe në atë moment ti do të paguash 15% sa ataj diferencë. Ndërkohë që është më mirë të japësh një vlerë tregu sot, sa më afër realitetit që kur ta shesës të kesh një diferencë më të vogël dhe të paguash më pak para, sepse tashmë ke para paguar dhe ke kursyer për këtë gjë. Kështu që prandaj ne jemi kryesisht për versionin e vlerës së tregut, sepse kjo është më saktë dhe ndihmon qytetarët. Po dhe duket edhe diferenca në vlerë. Duket diferenca në vlerë, duhet kemi parasysh vlerën që ti jep pronës sot, ajo vlerë do të ngelet në kartel. Dhe nesër, po themi kur mbaroj procesi i rivlerësimit, tatimi do duhet të shkojë 15%. Fatkeqësisht jemi akoma në këtë realitet. Kështu që duhet llogarisësh që atë që më duket sikur po kursej sot, nesër do ta paguaj 3 fish më tepër, sepse do të paguaj 15% për vlerën që do e shes nesër me vlerën që kam rivlerësuar sot. Dhe sa më e lartë je vlera sot, aq më shumë ke kursuar për nesër. Ndërkohë në të njëjtën kohë duhet të dimë edhe se çfarë humbasin ata që nuk e bëjnë rivlerësimin deri më datën e caktuar, në këtë rast deri në fund të vitit. Do duhet që nëse do ta shesim në 1 janar të 2027-s, do duhet të paguajmë 15% me çmimit që e kam vlerë, 10-15 vite më përpara dhe çmimit dhe vlerë që do të ketë prona në 2027-ën. Çka do thotë do të paguash 3 herë më tepër. Pra nëse do të kishim
rastin e 60.000 eurove, me 5% sot ne paguajmë 3.000 euro, ndërkohë që nesër do duhet paguanim 9.000 euro, pra 6.000 euro më tepër. Kështu që prandaj vlen tarif vlerësor sot. Për pak muaj, prandaj vlen tarif vlerësor sot, pavarësisht me gjithë pasiguritë që mund të ketë tregu, i jepi vlerën sot, sepse dhe jeta ka pasiguri, nesër pas nesër mund të duhet ta shesësh dhe tashmë ti ke para paguar të 5% në vend të 15% dhe e ke pronën shumë lehtë të tregtueshme.